Mund të më spjegosh çfarë konkretisht, sepse ju keni penalizuar edhe Pacollin dhe Prokuroria e Tiranës ka kryer veprime konkrete. A mundet me ju të thjeshtëzuar, ju të shpjegoni publikut çfarë ka ndodhur konkretisht dhe si janë tani aksionet? Janë në 98, më thonë mua gazetarët tu, me 2. 98 i ka Bexheti dhe 2 Valoni. Me letra. Me letra. Me QKB. Përshëndetje për së cilën në studio dhe kurdo që në përsjellë këto momente. Me që jam në distancë dhe të përpiqem që plasme nga dalë, më shpresoj se do të jemi qartë dhe do të kuptohen për shkak të basë dhe rrjetit të internetit. Çështja që ne kemi në diskutim tani, në fakt unë pajtohem pothuajse maksimalisht me dy parafolësit, si me gazetaren që bëri për mbledhjen historikut të ato çfarë ne pretendojmë, si me kolegun tjetër në studio që po ashtu dha versionin e tij, por që nuk pajtohemi në fakt aktive, siç u tha. Pra tenderi ose procesi tenderimit ka qenë fiktiv. Sepse në gjuhën juridike fiktiv do të thotë diçka që nuk ka pas qëllim të realizohet, dhe në rastin konkret jo vetëm që është realizuar, por është jetësuar si projekt dhe pothuajse është në kulminacion të investimeve dhe të vitin atë dhe të funksionalizohet si aeroport, në qoftë se shblokohet si proces të e vërtita del aty ku vërtet është. Tani, kush është konflikti që ne kemi dhe që kemi kallëzuar penalisht dhe që kemi denoncuar. Pra, konflikti mes jush dhe Bexhet Pacollit është kush konkretisht? Në të fakt. Dhe ju keni për denoncim prokurori. Që ta bëjmë të qartë, ne nuk kemi konflikt personal me zotin Pacolli, pra kemi konflikt në subjektin e cili ka në pronësi 51% të aksioneve, sipas kontratës të vija të aeroportit të ndërkombëtar të Vlorës, dhe ne këtë konflikt që e kemi ka themelin të kontrata që ne kemi garantuar që në ditën e parë të fillimit të bashkëpunimit. Do ta kemi parasysh se ne nuk kemi prime në këtë proces, pra vija dhe 2A datojnë që nga dita lindjes tyre. Bashkëpunimi me zotin Pacolli nuk ka qenë një bashkëpunim që është konstruktu vetëm për të fituar një tender, por ka qenë një kalkulim, ka qenë një bashkëpunim i cili është mendu e është trasu nga ana jonë që t'jetoj për 20 vite. Pra pati një jetë të vetë themeluesit e 2A-sit, cili nga mosha është riku për nga suksesit, ka goxha në renditje, dhe këtë diskutim, zotin Pacolli, si që ju tha, ka hy me veti treti në procesin e tenderimit, pra ka hy me kompanin turke, YTA, ka hy aj me 58% dhe natyrisht zoti Valon Ademi me 2% aso kohë, për cilën përqindje pastaj gjatë rrugës, ashtu si që tha dhe është e sakt, që turqit në mëngjes të fondeve janë tërheq, fondet në të njëjtën ditë, aksionet ose kotat në të njëjtën ditë kur kanë kalu të zoti Pacolli, pra të biznesit i Mapco Construction si shoqëri aksionare, të njëjtën ditë është lidhur dhe marrëveshja mes tij dhe zotit Ademi për të qenë aksionar në fakt dakordanca ka qenë pothuajse 50-50, por është materializuar pastaj në letër me 2.9 Para kontratë. Para kontrata pastaj e jetësuar si kontratë. Po sepse kontrata është bërë në 2024, është bërë vjet, të paktën sipas atyre që shkruajnë pa. Pra para kontrata është lidhur në ditën që kanë shitur turqit aksionet e Pacollit. E njëjta ditë është, domethënë marrëveshja ka qenë e njëjta ditë sepse zoti Pacolli as nuk ka qenë i përgatitur financiarisht për ta mbuluar e për ta çuar përpara si proces, as nuk ka qenë i përgatitur me teknik, as në fakt shumica e punëve të kryera në aeroportin e Vlorës e gjithë punishtja ka qenë e pushtuar nga punëtorët dhe menaxherët e inxhinierët dhe strukturat e kompanisë 2A Group, kështu që ka qenë e ditur dhe pritur që zoti Pacolli nuk mund dhe nuk do ta vazhdoj vetë këtë projekt. Kur është bërë gjithçka dhe është përgatitur gjithçka, natyrisht që 2A Group ka kryer punë të cilat po që se kalkulohen,
kalon mbi 23 milion së bashku me kapitalin investuar, me kredit e marrë dhe njëkohësisht shuma që u përmend nga banka kombëtare tregtare në Shqipëri. Ajo çfarë është rëndësi theksohet është se në rastin konkret, aeroporti për shumën prej 56 milionëve ka qenë i ngarkuar pra si hipotek në bankën kombëtare tregtare dhe nuk ka pas mundësi që të transferoheshin kuotat për aq kohë sa nuk do jepë leja nga banka. Por banka ka qenë informuar përjasht gjatë vlerësimit të fiksut, ka qenë informuar se nuk është vetëm zoti Pacolli aksionar e aq më pak në 98%, por janë dy aksionar. Njëri është dyra me 49 dhe zoti Pacolli përgatësisht Matco Construction në 51. Deri këtu kemi qenë rregull. Mund kanë viju siç e dini, madje aeroporti është testuar, është peruruar në një formë të perurimit, ka marrë pjesë dhe kryeministri, ka marrë pjesë vetë zoti Pacolli me aeroplanin e tij. Natyrisht themeluesi i DIA-s, partner, dhe deri këtu kemi qenë okay, deri në por është kuptuar se nuk ka partneri ynë i DIA grupit nuk ka vepruar me ndërbesim, ka vepruar sikur vërtet ishte mazhorant, pra sikur kishte 98% aksion apo personalitet, nuk e ka bërë të njohur se është një partner tjetër kreditor. Kontrata që u me Delphos Securities SSRL në Luksemburg është kulmi i alarmit që është ngrit për DIA grupin dhe fillimisht për trashëgiminë e shtetit shqiptar, për sigurinë juridike, për investimet jo vetëm të DIA grupit, pra nuk flasim këto vetëm për çështje materiale të DIA grupit, por flasim edhe për një çështje që është kombëtare dhe për ne ka shumë rëndësi kjo, pra për DIA grupin është një çështje kombëtare dhe ju keni parë dhe djeni postim që është bërë nga DIA grupi, kur ata kanë dhënë besën dhe do të shërbejnë dhe do ta jetësojnë projektin ashtu siç kanë marrë detyrim. Pra, po të lutem. Pse e keni paditur ju Begjet Pacollin? Për shkak të dy gjërave, e thamë, jo vetëm për hallin e DIA grupit, se DIA grupi me kontratën e notorizuar, me bekimin e asamblesë së kompanisë Matco, ka vetë zoti Pacolli, me autorizimin e tij që i ka dhënë administratorit të vijas. Ne nuk kemi as dilemën më të vogël, as shqetësimin më të vogël që ato aksione do të regjistrohen me kontratë të notorizuar në qendrën kombëtare të biznesit. Pra në ÇKB nuk ka asnjë dilemë që ato do të kalojnë, nuk ka gjykat këtë botë, do të mund të refuzoj një kontratë të lidhur, si ajo që kemi ne, dhe do të mos i lejoj part në atyre aksioneve në emër të DIA grupit. Ne kemi pra shqetësimi ka shkuar tek kësaj, shqetësimi ka shkuar kur është në futur një kompani tjetër që pretendohet që ka dhënë hua, ka dhënë kredi, por në fakt nuk është regjistruar askund si kreditëdhënëse. Është një kompani offshore, është një kompani kur ne edhe sot e kësaj dite nuk e dim se kush qëndron mbrapa compartment Bernina. Po si e ka marrë këtë kredi ky, apo me atë autoritetin e duke patur formalisht aksionet? Po, duke që ai ka negociuar brapa shpinës partnerit, brapa shpinës ortakut, duke që të gjitha negociatat janë bërë pa e bërë të njohur as kreditëdhënësi, se mund ta quajmë kreditëdhënës compartment Bernina, se për ekzistencën e kompanisë DIA Group, pra është mbajt në errësirë komplet, dhe si rezultati i kësaj është aloku një shumë prej 100 milion, por shqetësimi shkon edhe në thellë. Ky është shuma prej 100 milionëve, e cila matave dhe dokumentacionit që disponojmë ne, vetëm rreth 6 milion janë transferuar në shtetin shqiptar, vjedhërisht janë dedikuar dhe destinuar për aeroportin e Florës, nuk ka shkuar direkt në Tiranë. Pra shteti shqiptar, si koncesionari, si Mikoqiri, dikush që në fakt është i zoti i shtetisë dhe aeroportin i ditë do t'i kthehet shtetit, nuk ka qenë dieni për këto fonde dhe rrjedhimisht nuk ka qenë dieni as për prejardhjen e as për personat që qëndrojnë mbrapa këtij biznesit ashtu quaj për ne edhe në tutje fantom, pra në pa njohur.
Edhe këto mjete kanë ardhur në Kosovë. Në 22 gusht të 2025, pra më parë, është një sekond të bëj një pyetje. Ja, avokat, një sekond. Pano. Ju po thoni që 100 milion shi nuk ka ardhur në llogaritë të kompanisë koncesionare, por ka vajtë në Kosovë? 94 milion. As pak. Jo, s'ka ardhur. Jo, nuk ka ardhur. Nuk ka ardhur. Kanë kaluar. Jo, nuk ka kaluar në Shqipëri, nuk ka kaluar në llogaritë të shoqërisë koncesionare. Përkundrazi, është hapur një llogari tjetër në Kosovë, është hapur një seli e Madkos, pra kësaj Madko Construction që e kemi ne si partner në Tiranë, është hapur në Kosovë. Nëse ju është e qasshme dhe mund të qasemi kurdo sepse Agjencia e Regjistrimit Biznesa në Kosovë, ashtu sikur edhe në Shqipëri, ka mundësi të qaset kushdo. Ka një shoqëri, pra degë e shoqërisë e huaj, e shoqërisë e Zvicrës, me kapital prej 100.000 eurove, dhe kjo kompani është bërë fole e një shume të konsiderueshme të njëjtër që është rreth 40 miliardë, që kanë ardhur në Kosovë. Tani, pse kjo shumë nuk ka ardhur direkt në Shqipëri? Pse kjo shumë nuk ka kaluar direkt në llogarinë e shoqërisë? Dhe pse kjo shumë nuk është alokuar, nuk është dispersuar edhe në shlyerjen e kredisë? Ne këtë çështje kemi lënë prokurorisë, pra nuk është çështje jona. Ajo çfarë është çështja jona? Është që ne insistojmë që të mbrojmë jo vetëm djersën e shoqërisë dhe kapitalet e themeluesit, por insistojmë që të mbrojmë edhe sigurinë juridike, që të dimë se kush janë personat pas perdës të njohur si Compartment Bernina, të cilët në një farë forme kontrollojnë shoqërinë edhe për shumë vite. Kush është rreziku ynë dhe kush është rreziku i shtetit? Këto janë pyetje dhe këto janë arsyet pse ju kemi drejtuar prokurorisë dhe njëkohësisht ju kemi drejtuar edhe gjykatës. Dua ta analizoj një fakt. Me zotin Pacolli nuk ka konflikt personal, me zotin Pacolli nuk është kjo betejë personale se kush po e mposh cilën dhe kush po absolutisht është e pasakt, është trillim, është insinuatë që dikush të dëshiron të marrë aksionet. Aksionet nuk mund t'ja marrë askujt, e sidomos në rastin konkret, kur janë të faktuara, të notarizuara, janë të paguara, janë të investuara dhe në shuma të cilat janë të audituara dhe mund të bëhen publike kurdo. Jemi okej, avokat, por para se ndryjt Kletomori, ligjërisht kontrollin financiar e ka Pacolli apo jo? Mbi kompaninë që menaxhon aeroportin. Ligjërisht kontrollin financiar tashmë se ka as di Pacolli. Se ka askush? Tashmë është jo, absolutisht, sepse tashmë ka vendim gjykate. Gjykata ka një vendim gjykate, gjykata ka vendosur mas sigurie, ka ndalu çdo çështje për ta trajtuar aksionarin shumicë deri në ditën e regjistrimit të aksioneve 49%. Pra, plus 47 i bie se 2% i kemi. Kështu që në rastin konkret, alarmi që është, urgjenca që është, thirrja që bëjmë, është për ta sqaruar sa më shpejt institucionet e drejtësisë çështën që ua kemi quar për trajtim e hetem, është për ta trajtuar sepse çdo vonesë tani ka një status quo në vija, duhet ta themi këtë, dhe kjo status quo nuk është krijuar as me dëshirën tonë, as me kërkesën tonë për interesat tona, thjesht edhe vetëm masa e dhënë nga gjykata ka për qëllim mbrojtjen jo vetëm të aseteve tona, por mbrojtjen edhe të aseteve të Republikës Shqipërisë që në ditë i takojnë taksapaguesve shqiptarë. Dhe kontroll nuk ka tashmë, kishte kontroll, po kishte kontroll jo transparent, kishte kontroll që ne as nuk e shihnim e as nuk e dinim. Kishte kontroll para kohë sa është lidh marrëveshja qysh në mars, është bërë një diku ka gushti, dhe fillimisht është bërë vetëm si tentativë, domethënë është diskutuar. Mandej ka pas tentativa dhe për të stërshit aksionet e vijas, ka pas oferta edhe nga Kazakistani, ka pas oferta sigurisht nga vende tjera ruse, ose të Kaukazit e origjinat të tjera, por këto janë çështje që do i diskutojmë herë tjetër. Ajo çfarë është në rëndësi tani, është për prokurorinë shqiptare, që ne vetëm sa kemi hapur këtë si problem. Vetëm sa kemi hapur si problem dhe ne do vijojmë të trajtojmë.